Arrestimi i Fredi Bejlerit, i urdhëruar nga Edi Rama, fillimisht mund t'jetë parë nga disa shqiptarë si një veprim i justifikuar për shkak të dyshimeve dhe akuzave që lidhen me figurën e tij. Megjithatë, sipas këtij këndvështrimi kritik, largimi i tij nga skena politike shihet si pjesë e një strategjie më të gjerë që synon transformimin drastik të zonave të vlefshme bregdetare. Në këtë kontekst, zhvillimet në Himar paraqiten si shembulli më i fundit i një procesi që kritikët e cilësojnë si betonizim. Këshilli Kombëtar i Territorit ka dhënë leje për ndërtimin e kullave shumëkatëshe në zonën e Potamit, një hap që konsiderohet se ndryshon ndjeshëm karakterin natyror të zonës. Kompania përfituese, Eldino, e lidhur me sipërmarrëse që kanë marrë edhe leje të tjera në zona të ndjeshme, përmendet si pjesë e këtij procesi zhvillimi. Sipas të njëjtit interpretim, ndryshimet urbanistike në Himar nisën pas arrestimit të Bejlerit dhe u vijuan nga drejtues të tjerë vendor, të cilët miratuan plane që lejojnë ndërtime më intensive dhe më të larta. Këto vendime kanë sjellë reagime dhe tensione, pasi shihen si rrezik për identitetin dhe mjedisin e zonës. Në një panoramë më të gjerë, kritika shtrihet edhe ndaj zhvillimeve të ngjashme në qytete të tjera bregdetare si Durrësi, Vlora apo Saranda, ku ndërtimet e shumta po ndryshojnë vijën bregdetare. Përfundimisht, kjo qasje e shes situatën si pasojë e interesave ekonomik dhe mungesës së balancës mes zhvillimit dhe ruajtjes së natyrës.